Përshëndetje gjithëve, mirë se keni ardhur në ekranin Report TV. Jemi së bashku në transmetim të drejt për të nisur tani më përqendruar deri në orën 19:30 për të ndalur të gjitha zhvillimet kryesore në vend. Padyshim duke marrë informacione nga kolegët tanë në terren, por duke diskutuar kështu në studio edhe me panelistët tanë për tema të rëndësishme diskutimi. Por fillimisht do i njoh me zhvillime kryesore shkurtimisht deri në orën 17. Joni Keta, aktualisht zëvendës drejtori i Byros Kombëtare të Hetimit, propozohet në Këshillin e Lartë të Prokurorisë për të emëruar si drejtues i ri i BK. Sot komisioni për 3 anëtarësh në SPAK e zoti atë mes 6 kandidatëve në garë për të konfirmuar për një mandat 5 vjeçar dhe do pritet votimi në KLP. Apeli i posaçëm rrëzoi kërkesën për lirim të ish-ministrit të mjedisit Lefter Koka për çështjen e inceratorit të Fierit. Koka ankimoi vendimin në GJKO të 24 tetorit, duke pretenduar se i ka kaluar afatit 3 vjeçar i paraburgimit. Por gjykata pas llogaritjes argumenton se afatet nuk kanë mbaruar. Inceneratori i Fierit mbetet pengesa e fundit që mban kokën në burg. Pasi për inceneratorin e Elbasanit, ai fitoi të drejtën e lirimit me kusht në korrik të këtij viti, ndërsa për Tiranën, masa e sigurisë është shuar. Socialistët i rikthehen përpjekjes për disa korrigjime të reformës në drejtësi. Në kuvend, PS-ja ka propozuar të ndryshohen 2 ligje për statusin e prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Në këtë nisma ligjore që kërkojnë 84 vota, propozohet që anëtarët e jo magjistratëve të KLG-s dhe KLP-s të nënshtrohen verifikimeve të thelluara të pasurisë dhe figurës së tyre. Një 14 vjeçar në Durrës plagosi me thik shokun e shkollës pas debateve që nisën me fyerje verbale. Fillimisht në rrjetet sociale, më pas në shkollë, të dy vendosën të sqaroshin jashtë mjediseve të shkollës. Dom Nikol Gaçorri, por u paraqitën të shoqëruar me të tjerë. Me spalve nisi një sherr i dhunshëm. I plagosuri 15 vjeçar është në gjendje kritike në spital pasi thika ka kapur në zemër. Adoleshenti që e goditi u arrestua. Erze Nuka dhe Julian Cumraku, të dyshuar se synonin një sulm terrorist për të cilin po përgatiteshin të ngujuar në Orosh të Fusharrezit, kishin edhe bashkëpunëtor. Një person i tretë është parë në shoqërinë e tyre ende i pa identifikuar. Para hetuesve Uka dhe Cumraku nuk kanë dhënë asnjë detaj, pasi sipas tyre do të gjykohen vetëm nga Zoti. Kryetarët e bashkive kërkojnë më shumë para për vitin 2026 për të përballuar emergjencat natyrore, rritur investimet dhe për të shlyer borxhet. Gjatë dëgjesës në Komisionin e Ekonomisë, drejtuesit e pushtetit vendor thanë se borxhet e mbetura përpara kësaj reforme territoriale duhet të fshihen përmes paqes fiskale.